Përshëndetje, takohemi në bashkëbisedimin e 11. Sot filloj me pjesën e dytë sipas strukturës letrare që kemi ndarë librin e zbulesës dhe fillojmë me kapitullin e 4. Atëherë fillojmë direkt me leximin e tekstit, pra jemi në kapitullin e 4 në vargjet 1 deri në 5. Pastaj pash një derë të hapur në qiell dhe zëri, që kisha dëgjuar më parë të më fliste si trumbet, më tha: ngjitu këtu lart, do të tregoj ato që duhet të ndodhin më pas. U rrëmbeva menjëherë nga shpirti. Atje në qiell ndodhe një fron dhe mbi fron rrinte ulur dikush që i ngjante nga pamja një gur i djaspri e sardi. Fronin e rrethonte një ylber që ngjante nga pamja me gur smeraldi. Rreth e qark fronit kishte 24 frone. Mbi këto frone rrinin ulur 24 pleq veshur me të bardha e me kurora të arta në kokë. Nga froni dilnin vetëtima, zëra e bubullima. Para tij digjeshin 7 shandan të ndezur, që janë 7 shpirtrat e Perëndisë. Si kemi thënë përpara, kapitulli 4, kjo është fragmenti i parë, na paraqet një situata veçantë, është një shikim mbi një realitet mbi natyrore. Ka një funksion hyrjes në pjesën e dytë e librit, sepse na krijon mjesin e cili zhvillohen dhe cili paraqitet ata dhëgime që do të vazhdojnë e që dhe komentojnë në ardhmen tonë. Atëherë, në këtë moment, është shumë rëndësishme me kuptuar se jemi duke përgatitur çka ka për me ardhur, por duke filluar nga mjecin të cili qëndron Gjoni si ai që profetizon, ai që merr mesazhin e transmeton njerëzve nëpërmjet librit si kemi dëgjuar përpara. Është domosdoshme një hyrje e një prezantim i përgjithshëm mbi çka vazhdon në këtë pjesë e librit e zbulesës, sepse përpara kemi lexuar disa letra që krijon kontekstet që janë shumë lidhur me situata gjeografike, historike, për të arsye është më të lehtë me interpretuar. Po tu fillojnë me utuar në mes një gjuhën, një shprehje shumë figurative, plot me shembuj figurat që kanë një impakt shumë fort nga ana emotive, nga ana të ndjenjave, e gjithmonë kërkohet diçka që është shokuese për me shtypur fort mesazhin, por nuk duke me haruar se ky nuk ka qëllimi ose thelbi në mesazhit, por është ngjyra me të cili paraqitet mesazhi. Për të arsye, kur ne pretendojmë për me jep në mënyrë absolute një interpretim, një parashikim për diçka që teknikisht ka për me ndodhur ashtu, duke kërkuar barazimet në botën tonë, në fushat shkencore, në fushat natyrore, ose edhe në fushat ushtarake, mirë fillojmë me parashikimet që nuk kanë, devijojnë nga çka është qëllimi i parë i librit. Një aspekt tjetër nga ana letrare, për me kuptuar më mirë natyra e mesazhit që kemi këtu në pjesën e dytë e librit, është një konsiderata. Këtu jemi përballë një formë letrare që ka përkufizuar me një gjuhë teknike dhe moderne, si një tregim distopik. Çka është distopia? Distopia
është diçka që është lidhur në mënyrë si opozitë me çka ne njohim ndoshta më mirë që është utopia. Utopia e distopia janë dy dimensione të dy mënyra për me paraqitur një mesazh që janë në kundërshtim njëri me tjetrin. Utopia, ndoshta kemi më shumë parasysh, sidomos në fushën filozofike ashtu, është një paraqitje ideale për një botë si do të jetë në mënyrë pozitive. Utopia është me paraqitur gjëra ideale si një projekt që akoma nuk ka qenë realizuar e se ndoshta nuk realizohet kur në atë formë e në atë përsosmëri. Kjo është utopi. Ndërsa distopi, është të dy janë fjalë me origjinë greke, e distopi është përkundërzi paraqitje e një botë, një realitet imagjinare që ka për me ardhur në armën, por që është ndërtuar mbi baza të elementet negative që ekziston në pranishën tonë. Do më thënë, se nëse ne shikojmë për shembull problematike klimatike ashtu, ose frika ose kërcënimi për një luftë bërthamore, për shembull, që akoma nuk ka ndodhur, mirë, atë parashikojnë armën, diçka të tillë, e paraqesim efektet negative që do të kemi, po që akoma nuk kanë ardhur. Është një vizion frikësuese zakonisht. Imagjinoni sa filmat e famshëm që tregojnë si do të jetë civilizimin tonë mas një bombardim bërthamore, si janë ata që mbijetojnë, ka shumë filmat ose seri televizive që na paraqitë historitë të tillë. Mirë, janë gjëra që nuk janë reale pse nuk kanë ardhur akoma. Por është në mënyrën të cilin ne projektojnë armën çka na frikëson sot. Për me kërcënuar ose për me paralajmëruar njerëzve mbi problematika që duke me konsideruar, duke eliminuar arsye që kemi akoma në mundësi për me qenë korrigjuar. Dakor. Kjo është utopia e distopi. Atëherë, letërsia apokaliptike dhe librin e zbulesës që as brenda llojit letërsi na parashikon pasojat në armën për çka janë problematikat që kemi sot. Për shembull, kemi emëruar shumë shpejt ilujtaria, sidomos drejtuar në kultin perandorak, që janë pasojat e një kult të tillë, që nuk kanë vetëm pasojat teologjike, shpirtërore, po edhe politike, konkrete, shoqërore. Për të arsye, duke shikuar në armën, shikojnë si zhvillohet çka kemi parasysh sot. Kemi një ndarje rëndësishme, domethënë me përkufizuar letërsia biblike apokaliptike veten si një distopi, e nuk është korrekt deri në fund, sepse për shembull libri e zbulesës nuk kalon në një pesimizëm katastrofik si janë për shembull ata mesazhe që le vjen nga kinema ose nga televizioni, nga serë televizive që na paraqitet situatat e tillë. Sepse, e kjo është shumë rëndësishme edhe këta elemente që kemi në pjesën e parë, sepse paraqitet në ranën e parë fitoria e Krishti në vdekjen e ringjalljen e tij, ai që dominon historia, jo që pson pasojat e historisë. Do të thënë se perspektiva teologjike këtu krijon një situatë shumë problematike në një mundësi pozitive, sepse jo të gjitha janë në duart e njerëzve, e të fuqive negative ose të jazore, por forca e vërtetë që drejton botën është në duart e Krishtit, që është qenë i fliuar për shpëtimin e botës sipas vullnetit e atin e tij. Kjo është vizioni komplet edhe nga ana teologjike. Mirë, tani fillojmë me komentuar
Rest për rest, këta vargjet fidestare, fillojnë me resta 1. Pastaj pash një derë të hapur në qiell, dhe zëri, që kisha dëgjuar më parë të më fliste si trumbet, më tha: Mas lavdërimi e lartësimi që në Pashkë Krishti realizon duke hyrë në qiell, e kjo është misteri e ngjitjet e Zotit në qiell, qielli e toka janë realitet që komunikon. Përpara ka qenë një derë mbyllur nga mëkati i Adamit. Atëherë figura edhe imazh na çon në kapitullin e 3, në fund të kapitullit 3 të Ezanafiles, ku shifet se Zoti e vendos kerubinet në derën e parajzit në mënyrë që ndalohet hyrja, e kjo është hyrja në parajz toksore, por që paraqitet edhe mundësi për me komunikuar drejt me Zotin si kishte mundësi përpara Adami e Devës. Për të arsye, tani mas ngjarjen e Krishti duart janë të hapur. E qielli nuk është një vend huaj, por një vend që komunikon nëpërmjet Krishtit. E kjo është shpresa që lejon edhe Gjoni për me kaluar në një dimension tjetër dhe me shikuar në një shikim njerëzore si është realitetin e historisë toksore. Akoma kemi diçka që e kemi komentuar përpara, kapitullin e parë, rreth 10, tingulon prapë një zere fuqishëm që nuk mund me ignoruar. Është si zera ose tingull e bririt që tingulon si zera e Zotit që e lajmëron gjërat që kanë për me ardhur. Pra, interesante, mbyllet dera në librin e parë të Biblës dhe hapet në librin e fundit. Kemi gjithmonë një korrespondencë shumë, edhe në pikët do ta shikojmë më vonë, se vërtet libri i zbulesës është vula që plotson çka është në fillim e Biblës. Si është pjesa dera hapur, është dera e fundit që plotson krejtësisht mesazhin. Në ana teknike thohet se protologji, do të thonë çka ndodh në fillim, plotësohet e realizohet plotësisht në eskatologji, do të thonë gjëra që kanë për mendat e fundit, janë me korrespondencë. Ngjitu këtu lart, do të tregoj ato që duhet të ndodhin më pas. U rrëmbeva menjëherë nga shpirti. Gjoni është ftuar për me kaluar nëpërmjet dera që komunikon, që komunikon qielli me tokën. Ai ngritë në lartësi, sepse vetëm nga lartësia e Zotit shikohen në mënyrë plot me një shikim i vetëm tërësinë e historisë njerëzore, ashtu si njeriu që shkon në një majtë e malit, më shumë lartësohet e më shumë shikon në mënyrë plot si është situata në fushë. Paketës e këtu është një figura metaforike për me treguar një urti shpirtërore që vjen prej Zotit e që lejon që Gjoni na jep e kupton çfarë është qëllimi i fundit e historisë. Për të arsye, këtu shifet se është paraqitur pikërisht tematika e pjesën e dytë e librit, kur flitet për që atje në lartësi do të tregoj ato që duket të ndodhin më pas. Këto janë gjëra që na prit në pjesën e dytë e librit. Fati që ai është rrëmbuar nga shpirtit, na paraqit një çfarë lloji ngritjen e qiell, një çfarë lloji grabitje në lartësi, që është një tematikë që kemi edhe në bezdinën e vjetër,
për shembull, kur flitet për vdekje e Mojsiut në librin e Darjes kapitulli 24, në fund në restat 12 deri në 18, flitet se ai është varrosur nga engjëj, domethënë domethënë se askush e din ku është varri në tij. Është fshekur, por interpretime zakonisht është se trupin e tij u dalsuan në qiell dhe në që nuk gjendet më këtu në tokë. Janë elemente që tregojnë madhëria e një figure biblike, si ndodhe edhe një ngjitjet e tij në qiell kemi në Izai, kapitulli 6, edhe Ezekieli, kapitullin e parë, kapitullin e 10. Do të thënë se është në mënyrën të cilë ata janë profetë tamam sepse kanë një shikim ndryshem nga ana hyjnore për çka janë gjërat e saj botës. Në letërsinë apokaliptike jo biblike, këto tematika do të jetë tepër përhapur. Do të thotë kemi shumë krahasime që kemi mundësi për me marrë në këtë fushë. Për të arsye kuptojnë se është shumë rëndësishme fakti se kemi një ndërhyrje e shpirtit. Kush është ai që transmeton dituri mjaftueshëm për me pranuar mendje e Zotit, për me kuptuar mendjen e Zotit, është shpirti e shenjtë. Për të arsye kjo transformimi i gjonit nëpërmjet shpirtit shenjtë që kemi edhe në filimin e librës është diçka domosdoshme. Përthimi këtu e kemi si rembeva me njerë në shpirt, por një përthim ma letrare nga greqishtja thotë që ai u ba në shpirt. Do me thënë se shpirti luruar prej së larti është çka nevojitet për shpirti i njeriut që nuk mjafton se nuk është mbështetur nga shpirti i hyjt për me kaluar në këtë dimension e në këtë dituri tjetër. Atje në qiell ndodhej një fron, dhe mbi fron rrinte ulur dikush që ngjante nga pamja një bur i djaspri e sardi. Fronin e rrethonte një ylbert që ngjante nga pamja me gur smeraldi. Rreth e qark fronit kishte 24 frone. Mbi këto frone rrinin ulur 24 pleq veshur me të bardha e me kurora të arta në kokë. Nga froni dilnin vetëtima, zëra e bubullima. Para ti digjeshin 7 shandan të ndezur që janë 7 shpirtrat e Perëndisë. Një në pyetje ty. Si të duket kjo pjesë? Kemi diçka të tillë edhe në filimin e librit dhe nëse kujton kur parashitet ardhja e çengji në thron. Por çka tregon? Në çfarë vend është tani Gjoni mas që ka kaluar nëpër dyert e qiellit? Është para fronit hyt, para tetlashtit, para atit. Po, patjetër, jemi një salla mbretërore, salla e oborit qellore, në të cili elementi qendror është froni. Mirë, kush ulet mbi fron? Jahve. Në Bestinë e Vjetër paktën e kemi kuptuar Jahve. Po, patjetër, por tu ç'a thohet konkretisht? Rrinte ulur dikush. A shikon gjithmonë kjo lloj ndrojtje për me afruar realiteti hyjnor në mënyrë antropomorfike, do me thënë me elementat materiale, konkrete në gjasimi për çka është një realitet njerëzore. Për të arsye, flitet shumë për çka në realitet. Ç'a thohet tu për Zotin? Si paraqitet Zoti? Më ngjan padre prapë me ndrojtjen për të shqiptuar emrin e Zotit. Këtu nuk shqiptohet emri, por përdoren shumë element për të treguar që është. Nëse u të bën pyetje, po si është Zoti? Si duket Zoti në sytet të Gjonit që është atje pranishëm?
i madhërishëm, i jashtëzakonshëm. Jo, të është shkruar në tekst. Atëherë, flitet për ku Zoti është ulur. E fortë. Në fron. Se Froni ishte me gurë të çmueshën si djaspri i saj, s'ka shkëlqyeshëm. Flitet akoma për kjo Froni, kjo karrige që është rrethuar në hylber që rrethon. Hylber na kujton Pra, shembuli i paqes e bezdijjes që kemi në librin e Zanafiles, në kokën e Noheut. që gjante nga pamja jashtme me gurë smeraldi për kryen. Flitet për çka kemi rreth Fronit. 24 pleqë të veshur Pleshën e veshur, me të bardha. janë veshur me blarda, kanë kurorat e arta, e kjo Froni që është një çfarë lloji, nuk e di, bateri bërthamore, që Dinin vetë dini timin. zera buburimat e shtatë shandan që është ndezur për para. Allora, për çka thonë? Si është deskriptimi i Zotit? Nuk ka mundësi. Flitet për karriga, më si është ulur. Allora, shumë pjesa, kjo është një kontekst teofanik quhet, që kemi shumë në tërsi profetike e në shumë pjesa tjera të e librit, për shembull në librin e Darjes 24, ne kemi iniciatë të tillë. Flitet e me jo direkt për Zoti, se askush ka mundësi për me thanë kush është Zoti në vetë si pamja. Askush ka mundësi për me pa, për me afruar, askush ka mundësi për me ba një deskriptim. Atë flitet vetëm për rrethana mjetësore, karrigan e cili ulur, si është ambienti, si është dyshemeja, e gjanat e tjerë, kupton? E kjo është teknika, në duket se flitet shumë për Zotin, po në fund për Zotin nuk thotë asgjë. Pra të krijon një skenë që të bën shumë përshtypje vetëm për të çuar që të thotë në këtë skenë është Zoti. Zoti. Por nuk tregon gjë për Zotin. Nuk askush. Dikush që është ulur thjesht. Mirë, atëherë në këtë sallë i Thronit, kur Zoti pranon në praninë e tij maljeshtore Gjoni në këtë rast, kemi shumë detajet që krijojnë korniza që tregon madhësti i Zotit, gjithëbutësinë e tij, por gjithmonë krejtësisht në mënyrë jo direkt, sepse Zoti nuk ka mundësi për me qenë shikuar nga sytë njerëzore, as për me qenë përshkruar, dakord? Ai ka mundësi për me qenë perceptuar në mënyrë jo direkt, për shembull me një re, me tym, me kemi, disa ashtu, ose kjo është pika maksimale, ka mundësi për me qenë dëgjuar, dëgjohet tingull e zërin e tip se zëra nuk ka një pamje, por perceptohet, nuk ka mundësi për me qenë prekur, diçka që është shumë përtashëm për me spjeguar trascendencën e Zotit, realitetet e tij krejtësisht ndryshe nga realitetet njerëzore. Ndaj një dobësi time, por besoj është e shumëve. Kjo sa herë na ke shpjeguar që kur lexojmë tekstin përqendrohu vetëm tek ai, sepse ti më pyete dhe unë kam në mendje tekstet e tjera dhe ja përgjigje të gabuar. Si por e kemi të vështirë ta zbatojmë. Në librin e Darjes kemi shumë elementa të tillë që janë tipike për kush do t'i shfaqet në fuqinë e tij. Kapitulli 90 të Teofania Sinajt, kapitulli 24 në fundet të këndimit e bezdidjes, kur ata pleqet së bashku me Mojziun shkon në praninë e Zotit për me ulur në darkë me të. E kemi edhe disa... Nuk duhet kërkojmë emrat e këtyre 24 pleqve, padre, ato që kërkojnë... Po, nuk ka përtim. Ta 24 pleqe... Do shta ka të bëjt 12 me 12, mund të mendosh diçka 12 fiset me 12 apostuj? Naturisht nuk ka vetëm një shpjegim, si gjithmonë, por në radhën e parë shikojmë funksionin që kanë. Funksioni që kanë janë funksionet që kanë karakter prifteror
edhe mbretëror. Prifteror sepse janë duke ofruar një kultë lavdit, një kultë ndaj Zotit, dhe mbretëror sepse do të shikojë edhe më vonë që ata merr pjesë në aktivitet qeveritare e Zotit, si mbretë, ata janë zbatues të urdhave ose transmetues të urdhave të vullnetit hyjnore. Ata paraqesin Zotit lutjet e njerëzve, si appunto pikërisht është detyrë të prishterëve. E fatti që janë ulur në throne tregon që kanë autoritet të bashkëndaj me Zotin, në varësi me Zotin, patjetër që janë throni qendror, por to janë throni rreth, do të thënë se janë si transmetues e pushtetit hyjnor. Për ata ka mundësi për me thënë se janë njerëz që janë që banojnë e janë të marrë pjesë në lavdinë e Zotit, duke gëzuar një status shpëtimit që afrohet të Zotit, janë veshur me pekët e bardha, që është shenjë e një realitet shpirtërore plot, që janë në jetën e plotë, në jetën hyjnore. E ata janë edhe kurorëzuar me kurorëlarit, do të thënë se janë duke gëzuar çmimin që takon drejtëve që ndjekin vullnetin e Zotit. Për të arsye kemi mundësi për me formuluar dy hipotezat, një e kësaj edhe ti, që tani që kemi mësuar me se shumë aftër me matematikë, 24 me njerë na suggeron 12 plus 12. 12 janë fiset e Izraelit, 12 janë apostujt. 24 formon njënësia të apostujve si krerët e një populli e ri Izraelit, do të thënë që është kisha. Ose, nëse interpretoj në bazë të librin e parë e kronikave, në kapitolli 24, si në tempullin e Jeruzalemit Davidi kishte statuar 24 rallet prifterore edhe levitike për shërbimin e tempullit, po ashtu shërbimi i Zotit në tempullin e tij qellor, si një çfarë lloj reflektim është formuar nga këta 24, do të thënë kemi dy mundësi, por nuk distanciohet tepër njëri prej tjetrit. Ndërsa në restin e 5, fatti që ky troni është plot me energji që bubulon, që tingulon me zerat, interpretimi është diçka shumë thjeshtë, janë elementa teofanike si kemi në Sinai, që duket si një përplasje vulkanike prania e Zotit, tregon fuqia që ka Zotin e vetë. Një element interesant, rëndësishme, e ky lidhur me kultin e tempullin e Jeruzalemit, është prania për 7 shandane, që janë 7 shpirtrat e Perëndis. 7 shandanet janë ata na kujtojnë në fillimin e librit që janë shembull të 7 kishave që janë rreth Krishtit në vejimin fidestar. Për të arsye ka mundësi për me interpretuar edhe këtu se janë 7 shpirtrat e Perëndis që janë jeta të 7 kishave. Ose, nëse referoj për çka i përket kultit e Jeruzalemit, ne dimë se brenda pjesa më brendshme e shëntënorit, afer alteri i Kenit që kemi komentuar në herë tjetër, kemi diçka, kemi një lampadar, më mirë një pishtar i madh formuar jo nga një element, por me 7 krahet, që është tipike të gjithë kanë parasysh kjo shembull e ebraizmit, që ndriçonte pjesa e brendshme e tempullit. Ishte 7 krahet me 7 kupat me vaj, me të cilin ishte ndezur flaka që konsumonte vaj e që ndriçonte brendësia e tempullit. Për këtë arsye, edhe këtu kemi diçka që është ngjashme, si është në tempullin e Jeruzalemit, po ashtu edhe në tempullin qellor.
por kemi edhe një mundësi tjetër, për fati që flitet për 7 shpirtrat, dhe më thanë disa herë janë edhe ka mundësi për më të këtua si qenje engjëllore. Në librin e Tobis flitet, është vetë Rafaeli, që unë janë një prej 7 engjëli që janë në përpara faqen e Zotit. Do të thënë engjëli e faqes, që është hebraishte. Do të thënë engjëli që janë gjithmonë në praninë e Zotit, si shërptore, si ministre që janë gati për me pranua urdhrit e tij, për me transmetuar fjalën e tij ose për me transmetuar vullnetin e tij mbi tokë. Atëherë, kjo është kuadri fidestar në të cili fillohet me paraqitur pjesën e dytë e librit e zbulesës. Atëherë jemi në praninë e Zotit, Gjoni është gati për me përjetuar ata vejimet që do të vjojnë në pjesën e dytë. Tani lexojmë gjithmonë nga kapitulli e 4, pjesën e dytë, nga rreshta 6 deri në 11, që plotëson që kemi thënë përpara. Jemi akoma brenda ky kontekst që është mbretëror edhe liturgjik, njëkohësisht, kjo liturgjia hyjnore dhe mbretërore e na paraqit çka veprojnë ata 24 qenje qelore që janë në shërbim e Zotit. E plotëson kjo hyrje në pjesën e dytë të librit. Para pronit ishte diçka si deti qelç që ngjante si kristal. Në qendër, rreth e rrotull fronit, ndodheshin 4 gjallësa plot me sy para e prapa. Gjallësa e parë ngjante me një luan, e dyta me një viç, e treta kishte fytyrën si fytyrë njeriu, ndërsa e katërta ngjante me një shqiponjë në fluturim. Secila prej 4 gjallësave kishte nga 6 krah, por rreth e nga brenda ishin plot me sy, e nuk mbushonin as ditën e as natën, së thoni: I shenjt, i shenjt, i shenjt, është Zoti Perëndia i gjithëpushtetshëm, ai që ishte, që është e që po vjen. Ndërkohë që gjallësat lëvdonin, nderonin e falenderonin atë që rrinte ulur mbi fron, atë që jeton në shekuj të shekujve, të 24 pleqt pinin përmbys para atij që rrinte ulur mbi fron, dhe adhuronin atë që jeton në shekuj të shekujve. Hidhnin kurorat e tyre para fronit dhe thoshin: I denj je ti, Zoti e Perëndia ynë, të marrësh lavdinë, nderimin e fuqinë, sepse ti ke krijuar gjithçka, dhe me vullnetin tënd u bë e u krijua gjithçka. Si në çdo ceremoni mbretërore ose liturgjinë edhe kishtare, veprimtaria zhvillohet nga autorë të ndryshme, nga shërptore të ndryshme. Dhe këtu kemi 2 kategori që tani komentojnë. Kemi kategoria e parë që janë 4 gjallësat, që tani shpjegojnë çka simbolizojnë, edhe ata 24 pleqe që kemi takuar edhe në pjesën e parë e kapitullit.
Pana fronit ishte diçka si det i qeltë që ngjante si kristal. Vazhdojnë me detajet që takojnë salla mbretërore. Tani kalojnë nga elementi qendror që afronin, të cilin kemi kushtuar pjesën e parë, në çka është nën fronit. Po shikoni si jemi tu folur gjithmonë për diçka që është në mënyrë jo direkte referuar Zotit, po nuk flitet fare për Zotin. Thotë se si dyshemeja e sallë është si një det i qeltë, si kristal. Se në imaginata e kokës dimensioni hyjnor, qiell të qejve në të cili banon Zoti është sipër kupa qellore që është qielli që ne shikojmë. E kjo kupa qellore, se lexojnë në kapitullin e parë e Zanafides, kuptojnë se është kupa, një kupa si kristal transparent që ndar ujëra që janë nën qielli nga ujërat që janë mbi qiellin. Zoti është sipër, për këtë arsye, nëse nga froni i Zotit shikohet në drejtimin e tokës, çka shikohet si një det kristal transparent, të cili shihet çka kemi poshtë. Sipërfaqja e sipër me kupolës. Po, sipërfaqja sipër. Në qendër rreth rrotull fronit akoma shikojnë ata që janë shërptoret që banë si asistencë ndaj fronit mbretëror. Në radhën e parë takojnë 4 xhalesat, mbyllur me syt. Atëherë, këta 4 xhalesat nuk kanë diçka që janë krijuar nga Gjoni në këtë moment, edhe një herë. Ta vegimet kuptojnë që janë frytë e një rilezim vazhdueshëm e bezdiljes së vjetër. Ne takojmë diçka të tillë që flitet tamam për këto 4 xhalesat në kapitullin e parë e librit e Ezekielit profet. Ezekieli profet në paraqitet eksperiencën e tij ndaj Zotit në kanal Kebar, që është një kanal afër Eufratit, në Mesopotami, ku ishte merguar. Ai shikon prania e Zotit mbi një thron që ishte montuar mbi një qerr carro. Me një karrocë. Mbi një karroce e madhe, la Merkaba Yahweh, si ishte normal, si ishte në zakon të mbretët persiane që shpostonte në këtë mënyrë mbi karroca madhështore të cili ishte sipër një thron. Ati pa një barazi për zakonat perandorake persiane me çka është realiteti i Zotit paraqitur si mbreti i madh. Mirë, allora tu folur edhe në atë rast nuk flitet për Zotin që është ulur, por për karroca, për fronet, për rrotat e për ata qenja që lejon se ky karrocë ulton e lëvizet. Mirë, nëse lexojnë në rrethën e 5 diçka të tillë, jemi në librin e Ezekielit. Në qendër diçka në përgjithësimin të 4 xhalesave, 4 xhalesa, do të thënë, janë kafshat, janë qenja angelore, janë qenja të ashtu, jo normale, jo toksore, jo në këtë botë. Leja pamja e tyre kishin pamjen e njeriut. Do të thënë se ngjashen në çfarë mënyrë për qenjen e zore. Por vazhdon në rrethët 18 që duke thënë se rreth i tyre kishin lartësi të mëruese. Gaveje e rreth ishin plot me syt gjithkund për rreth 4 tave. Do të thënë se edhe në këtë rast shikoj që janë mbyllur me syt, do të thënë tu nuk kemi përpara një vegim e re, kemi duke realizuar një vegimin e vjetër që ishte shumë themelore në teologjinë rabinike edhe mistike e misticizmi judaik edhe sot e kanë. Tani nuk hapim kjo kapitull që është e përpara, por është diçka që simbolizon shumë
çfarë është vizionin e Zotit në teologjinë judaike. Kalojmë në aspektet që kanë këta gjallësat, që janë gjallësa në përgjithësimin e njeriut, por tani shikojnë që kanë edhe në pamje krejt të ndryshme, do thënë, ka si një trup njerëzore, kuptojnë, por se krahu e ka ndryshe. Gjallësat e parë ngjante me luan, e dyta me viç, e treta e kishte fytyrën e njeriut, ndërsa e katërta ngjante me shqiponjën e fliturin. Ta kujton diçka? Unë kam ngelur me një prift, po për çka kam ngelur, unë i them janë 4 ungjilltarët, pyeti jo ku janë 4 ungjilltarët, i them ke libri i zbulesës, jo, gabim tha, në fillim janë ke Ezekieli. Pra, këto kafshët që përfaqësojnë, ne kështu unë më shkon mendja ke ungjilltarët, por nuk e di. Po, tani e shpjegojnë pse jemi lidhur me 4 ungjilltarë. Mirë, në librin e Ezekielit, gjithmonë kapitullin e parë, rreshta 10 lexojmë. Fytyrat e tyre i përngjashen fytyrës së njeriut. Të katërti në anë të djathtë kishin edhe fytyrën luanit, e në të majtë fytyrën e kaut, e në katërt ishin fytyrën e shqiponjes. Edhe këtu nuk kemi asgjë e re, kemi vetëm një rivërzim e kapitullin e parë e Ezekielit. Atëherë, si shpjegohet diçka të tillë, çfarë kuptim ka? Mirë, atëherë, Gjoni ashtu duke thënë, i njëjti Zot që u shfaqet Ezekielit, që tregon madhësinë e tij në kanal Kebar, është i njëjti që vazhdon historia. Është i njëjti që me fuqi është të paraqitur neve për me kuptuar si shkon historia. Por në këtë mënyrë sinjalizohet se për me kuptuar mirë zhvillimi i historisë e kuptimi i historisë nuk ka zgabuar me shikuar çfarë thotë libri e Ezekielit profet. Por teologjia e Ezekielit është shumë e rëndësishme si çelësa për me interpretuar edhe mesazhi që na vjen nga zbulesës. Unë besoj se të gjithë e keni pa disa dokumentare të mbi figurat tipike angjelore e Mesopotamisë, e Babilonisë, që janë shumë ndryshe nga figurat angjelore që kemi ne. Për shembull, në muret e Babilonisë e kemi akoma figurat e tilla edhe në Istanbul, në muzeumi edhe në Berlin, kemi figurat që janë figurat me fytyrë, me krye njerëzore, me mjekër e madhe, si luftaret asiriane ose mesopotamike, po trupi e kanë si kau për shembull me këmbët ashtu me. Do të thënë se ky bashkim mostruoz nga kafshat dhe fytyra njerëzore tregon çka? Qenje që nuk janë e kësaj botës. Po janë monstruoze pse nuk kanë përgjithësimin e këtij bote. Mendoj edhe për hyjnit egjiptiane. Edhe këta shpesh janë me trupe njerëzore e me krah e me kry, me kokën që është kafsha, për treguar që nuk janë thjesht si ne, janë diçka ma tepër e ndryshëm. Për këtë arsye, monstruoziteti është në mënyrë për me treguar në mënyrë jo direkte, për me treguar e kulturore, për me treguar trascendenza të qeleve, të realitetet qelore. Mendoj edhe hyjnit që janë paraqitur në Indi, për shembull, si mostrat, disa i kanë koha e elefantit, disa si majmunet, disa i kanë krahet shumëta. Do të thënë, janë qenja që nuk kanë punë me këtë botë. Janë në nivel tjetër. Për këtë arsye nuk duke frikëzuar për këta gjëra, por me interpretuar në mënyrë drejtë. Këto janë qenje angjelore që tregon diçka që vjen prej Zotit, që i përket bota e Zotit, bota qelore e jo bota të njerëzve. Por në këtë mënyrë janë shfaqur Gjonit. Kemi një interpretim shumë interesant që lidhet me katër ungjilltare. Po as diçka ma vonshme, shekullin e dytë, Shen Ireneu
Ilionit në skrimet e tij e lidhet me këtë katër, këtë numër 4 suggeron këta kafshat ose engjëj me këta fytyre veçantë me 4 ungjilltarët. Sepse në figura e Luani, figura e Kau, figura e njeriut, figura e shqiponjes, përmbledhet ata karakteristikat ma fisnike që i përkasin edhe virtytet që karakterizon shpirtit e njeriut ose karakteristikat qelore. Fisnikeria, forca, dituria, urtia edhe shkaftësi, që janë lidhur me këta kafshat ose figura njerëzore që formon këta 4 qenje. Mirë, këta karakteristikat lidhet në mënyra jo dirette, simbolike, me ungjilltarët, për shembull, butësia e Lukës, që është ungjilli i Meshires, paraqitet me Kau, lartësia mistike, teologjike e ungjillit e Gjonit, është paraqitur nga shqiponja që fluturon duke ngurë sytë në diell. Mateu, që është shumë një mesues i mirë që meson me shumë butësie, me shumë durim, është kjo figura angjelore me fytyrë njerëzore. Ndërsa Marku që tregon shumë shpesh në mënyrë instinktive, entuziazëm ose ndjenjat e Pietrit për Jezus e tjera, paraqitet tradicionalisht me Luani. Por, nuk është se në shkrimi shenjtë shkruar ashtu që janë ata, por janë interpretimet e Hetërit dhe Kishës, në këtë rast i pari është Ireneu e shumë të tjere mas tij, edhe duke ndryshuar aplikimet e ata deri kur fiksohet si kemi sot në mesjet. Kjo është simbolizmi i lidhur me ta. Por në radhën e parë janë ta forcat që janë në dispozicion e Zotit për me vepruar në bota njerëzore. Secila prej 4 gjallësave kishte nga 6 krah, por rreth e nga brenda ishin plot me sy e nuk pushonin as ditën e as natën, së thoni: I shenjt, i shenjt, i shenjt, është Zoti, Perëndia i gjithëpushtetshëm, ai që ishte, që është e që po vjen. Kemi këtu një detaj tjetër, këta 4 qenjat janë pasuruar me 6 krahet. Por edhe këtu kemi drejt për drejt një citim për disa qenja angjelore, serafinet, që gjejmë në Izaia profet, kapitulli 6, rrestat 2 e 3, që lexojmë njëherë. Serafinet qëndronin e këmbë afër tij. Serafinet janë ata që janë afër Zotit, e për afërsinë e Zotit janë si zjarë, si flaka që konsumohet për dashurinë ndaj Zotit. E për arsye fjala ebraike seraf është me ndjek. Janë ata engjëli që janë si flaka ndjes për dashurinë. E qëndronin e këmbë afër tij. Secili kishte nga 6 krah. Me 2 mbulonin fytyrën e vete, me 2 mbulonin këmbët e veta, me 2 fluturonin. E proporiti njëri tjetri, edhe në këtë rast njëti këmbë. Shenjt, 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 Zoti hyj ushtrive. Kadosh, 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 Jahve Sabaot. Edhe këtu shikoj si kemi një korrespondencë, si librin e zbulesës ushqehet me letërsia e me figurat maqmueshe që vjen nga letërsia profetike. Por diçka shumë evident është fakti që këtu ata lavdërojnë Zotin nëpërmjet një këngë që besoj që tingulon mjaft i njohur të gjithë neve. Kur ashtë që ne dëgjojmë shenjt, shenjt, shenjt. Në mesh, Gjatë mesh. Kur bëhet Edhe këtu kemi një lidhje forte nga libri e zbulesës edhe liturgjia krishtere.
E për më tepër, ky këngë që është këngë të serafinave, është pranishëm në të gjitha liturgjitë kristare, jo vetëm ajo katolike, por e kemi edhe në liturgjia bizantine, greke, si trizagion, 3 herë, agios do të thonë shenjtë, 3 herë shenjtë. E kemi të gjitha liturgjitë e botës e ka. Edhe këtu, është liturgjia që ka pasur e Gjoni e ka ripërsëritur, ose është liturgjia që frymëzohet nga Gjoni, ka mundësi sepse vetë Gjoni frymëzohet nga Izaia profet. Jemi në kontekst e thirrjes së Izais, e ai duke shikuar malësia e Zotit, shikon edhe liturgjia që zhvillohet me këtë këngë serafike ose të kerubinëve angjelore që shoqëron e që shpal kush është ai. Është ai që është 3 herë shenjtë, do të thonë i shenjtë të shenjtërve, që nuk ka më shumë shenjtë. Do të thonë vetë hyi i gjipustetshëm. E këtu evidencjohet çfarë është detyra prifterore që është lidhur që nga kjo citim ashtu na vjen neve për me treguar në momentin tamam që është përpara që Zoti bën i pranishëm në sakramentin e Eukaristisë mbi altarin e trupin e gjakun e Krishtit, shpalet që është pranishëm ai që është 3 herë shenjtë. Aplikohet çka është kënga të kerubinëve e të serafinëve ndaj Zotit në pranimin shëndetërore të tij qellor, me kishat që ban tani shëndetëror i vërtetë e pranisë së Zotit, që është i njëjti Zot, Jezu Krishti. Pra dhe nëse kish në atë moment shpallim praninë e Zotit. Po, e menjëherë fillon lutja eukaristike që realizon prania. Është përgatitje, është asemblea që thotë, ose liturgjia thotë asemblesë. Kini kujdes, tani hymi në pjesa më e shenjtë e meshën, masi kemi dëgjuar fjalën, kemi lutur, tani shkojnë tamam në praninë e tij, ai që është 3 herë shenjtë. E Jezu Krishti nuk ka diçka ndryshe, është brenda kjo shenjtëria. Që në interpretimin edhe të Petrëve, fati se shpalet 3 herë shenjtë, shifet edhe si një çfarë lloj referim për realitet trinitare e Zotit. Jo se Izaia mendon për trininë e shenjtë, po ne si krishterë rilezojmë e kuptojmë se kemi mundësi për me spreh. Kjo ide që kemi për Zotin që shfaqet në hynin që është Ati, hynin që është Biri, që vjen në terin e trupin e gjakun e tij, dhe Shpirti i Shenjtë që realizon këto gjëra, është tamam pranishëm e vepruese ajo trinia e shenjtë që është një vetëm i Zot. Ndërkohë që gjallësat lëvdonin, nderonin e falenderonin atë që rrinte ulur mbi fron, atë që jeton në shekuj të shekujve, të 24 pleqt binin përmbys para atij që rrinte ulur mbi fron dhe adhuronin atë që jeton në shekuj të shekujve. Hidhnin kurorat e tyre para fronit dhe thoshin. Atëherë, këtu kemi deskriptim masë që në ka transmetuar Gjoni kënga që bahet në para tronit të Zotit në praninë e tij, veprimtari, sepse liturgjia është formuar nga fjalët dhe veprimtaria, gjestet janë lidhur në të së bashku formojnë dialogun edhe shprehja e kultin e krishterë. Tani kalojnë nga fjalët e kënduar, do me thanë në doksologjia, do me thanë një fjalim lavdëruese të Zotit, tani kalojnë në proskinezis, do me thanë në adhurim. E gjeste që ata bajnë, është një gjest adhurimi që ulun tokë me kry, ashtu është para madhërinë e Zotit, me prosi stresuar në tokë, e duke ofruar kurorat, duke bërë gjestet që janë plotësimi e këngë që lavderon Zotit. I denj jeti Zoti e Perëndia ynë, të marrësh lavdin, nderimin, fuqin, sepse ti ke krijuar gjithçka dhe me vullnetin tënd u bë e u krijuar gjithçka.
Këto restet janë edhe sot përdorur në liturgjinë e orave si imnë në liturgjia e orave të mërëmësorja zakonisht si forma e lantët e Zotit. Në këtë rast është liturgjia që ushqehet me librin e Biblit. Por nuk ka përjashtuar fakti se këtu kemi fragmente për çka ka qenë imnet që ishin përdorur nga krishterët e parë, që kemi edhe në Treshëpali, në sta rast, pse jo edhe këtu në ungjinin në zbulesën e Gjonit. Vazhdon kjo dialogu e kjo dimension, mos harroni që jemi në ditën e Zotit, në ditën tillë, në një kremtim hynor që nga toka ngritën në qiell e nga qielli zbritën në tokë. Vetëm një vërejtje vogël, por interesante, është fakti që jepet si titull Zotit, je i denjë o Zot, Zoti le Perëndia hyjmë. Zoti Perëndia. Kjo brohorike që lacohet, kjo titull që ofrohet e Zotit, sipas disa komentatorët, është një aluzion me një çfarë lloji polemike ndaj kulti i perandorak për një arsye, sepse Domiciani kishte statuar që në dokumentat zyrtare ai vetë ishte quajtur Zoti e hyj, Zoti e Perëndia hyj, Domiciani. Tu, Gjoni thot që vetë një e ka ersi den për me titull të tillë. Ti je i denj, o Zot, për me qenë quajtur Zoti e Perëndia hyj, e jo dikush tjetër. Prandaj, atëherë edhe në mes, kështu si ta kuptojmë në fund fare, ajo dera e hapur, është e hapur dhe në mes, dera e hapur e parajsës. Po tjetër. Nëse do lidhim me liturgjinë e meshës, gjithë këtë që dëgjuam. E nëse mendoj për liturgjitë lindore bizantine, besoj se do të shkon në një kishë ortodokse, ose katolike në ritë bizantin, pikërisht hapet përpara mbyllet me tenda, por në momente nëpërmjet dera komunikohet nga ikonostazi zona interit me zona e kishës. E nëpërmjet porta vjen popullit trupin e gjakut i Krishtit. Faleminderit, Padre. Ja.